Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahu xhalla wala falenderojmë dhe për këtë ndihmë dhe falë kërkojmë. Elusim Allahu xhalla wala që këto takime të bënë Allahu xhalla wala të dobishme për neve të frutshme në dunja dhe shpëlyera ditën e takimit me të. Ne jemi sot në takimin e radhës me librin Riyadus Salihin. Dhe në kuadër të trajtimit të haditheve që Imam Nevawi rahimahullah ka përmbledhur në këtë libër, kemi kaluar kapitullin e sinqeritetit, kapitullin e pendimit, dhe sot inshallah fillojmë dhe vazhdojmë tutje me kapitullin e radhës që është kapitulli i sabrit, i durimit. Ndërkohë, përmbledhja e haditheve nuk është çështje e lehtë, nuk është vetëm mbledh hadithe që ti i din. Por klasifikimi i haditheve brenda kapitulleve të caktuar, emërtimi i kapitulleve është mjeshtri e rrallë që nuk e zotnojnë shumë njerëz. Andaj këtu edhe del pa aftësia e dietarit dhe kuptimi i thellë i tij. Prandaj kur Imam Nevawi rahimahullah e ka filluar librin e tij me kapitullin e sinqeritetit, kemi thënë se tregon thellësinë e kuptimit të tij për faktin se gjithçka nis nga zemra e pastër dhe besimi i duhur në Allahun te barekuhu teala. E sinqeriteti përfaqëson dhe manifeston besimin e drejtë dhe manifeston besimin e duhur në Allahun te barekuhu teala. Pastaj njeriu gjatë rrugtimit të tij dhe përpjekjes që me mbajt dhe me mirëmbajt raportin me Allahun xhalla xhelaluhu, mund të bëhet ndryshime, mund të bën gabime. Prandaj vije kapitulli i pendimit, që hap derën e pendimit dhe shpresën se Allahu xhallahu ala ja fal robët dhe ja pranon kthimin dhe pendimin. E rrugtimi pastaj nuk është i lehtë, është i gjatë, ka probleme, ka sprova të ndryshme, prandaj i duhet sabri. Mas pendimit i duhet sabri për ta mirëmbajtur pendimin, për të ballavaçuar me të lashtë të jetës që duhet, e kuptimet e tjera të sabrit që kena me marr, inshallah gjatë trajtimit të haditheve që autori i ka përmbledhur në këtë libër. Sikurse edhe në kapitull të tjerë të ndërmjetësor autori në fillim të kapitullit e emërton kapitullin me fjalën Bab as-Sabr, kapitulli i durimit. Pastaj vazhdon me ajete e pastaj me hadithe. Dhe kemi thënë se fillimi i kapitullit me ajete tregon, domethënë se si fillon besimtari me ndërtu kuptimin e tij dhe me ndërtu, domethënë njohurinë e tij fetare. Mas pari nga fjalët e Allahut azza wa jall dhe pastaj me fjalët e Muhamedit alayhi salatu wasallam. Ka shumë hadithe, do të them ka shumë ajete që flasin për sabrin, por autori ka përgjithë disa prej tyre. Edhe përzgjedhja e ajeteve të sabrit nuk është përzgjedhje e rastësishme. Nuk ka përmbledhur keq që i ka rënë mend për sabrin, po i ka përmbledhur në mënyrë të matur, të mënyrë të mençur ajetet që me to ka filluar kapitullin e durimit, kapitullin e sabrit. Të ndërmjetësor, sabri është nga adhurimet të mëdha dhe është realisht gjysma e fesë. Nga se dietarët e kanë dhënë fe, e kanë dhënë islamin, e kanë dhënë fen, domthonë në bazë të ndarjeve të ndryshme, qoftë në bazë të temave, qoftë në bazë të, domethënë, adhurimeve e kështu me radhë. Një nga ndarjet më të njohura që i kanë bërë islamit është se islami është realisht i ndarë në dy degë kryesore. Njëra është sabër, tjetra është shukr. Njëra është durim dhe njëra është falënderim. Nga se gjatë jetës tënde, o do të kesh obligim falënderimin, ose do të kesh obligim, domethënë, durimin. Dhe mbetet e treta, që është si rrjedhoi e këtyre dyjave, ajo është kërkimfalja. Nëse mund të bësh gabime, lëshime në raport me falënderimin, e duhesh me kërku falje. Apo mund të bësh lëshime në raport me durimin dhe duhet të kërkosh falje. Dhe esenca dhe baza mbetet, feja ndërtohet në durim dhe në falënderim, e në rast të lëshimit apo dështimit në njërin nga këto, plotësohet dhe përmirësohet me kërkim falje. Që kjo është Islami krejt.
Prandaj shumica e adhurimeve në Islam realisht janë durim. Madje edhe falëndrimi është durim. Domthonë nuk ka mundësi me qenë falëndrues ndaj Allahut xhallahu ala se nuk është i durueshëm. Prandaj edhe shumë nga dietar kur kanë folur për vlerën e durimit, kanë thënë se në domethënë ndërtimin e vlerave 1 dhe me eliminimin e tyre në kuptim të ndërhyrjes njerëz në tjetrën, mund të arrijmë deri në atë nivel që të konsiderojmë se durimi është krejt feja. Sabri është krejt Islamin. Edhe falëndrimi është pjesë e durimit. Nëse nuk mush me kon falëndrues nëse nuk i sabër, në kuptimin e gjertë të sabrit. Prandaj ky është kapitulli i rëndësishëm dhe këtu sikur thash autori ka sjell domthonë disa hadithe. Ne nuk do të flasim tash për sabrin si temë, për shkak se kjo është trajtim tjetër, por do të mundohemi që ta trajtojmë sabrin me radhitjen dhe me kuptimet që i ka përmbledhur autori brenda ajeteve dhe haditheve të përmbledhura në këtë kapitull. Sot do të mirëmi me ajetet që i ka përmbledhur. Ajeti i parë që e ka përmendur autori është ajeti numër 200 në surën Ali Imran, ajeti i fundit i kapitulit Ali Imran, ku Allahu xhallahu ala thot: "Ya ayyuhalladhina amanu sabiru wasabiru." Autori ka bërë shkputje këtë pjesë nga ajeti, e pse ajeti vazhdon: "Warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Mirë, po ajo që i është dashur autorit në këtë kapitull është pjesa e parë e ajetit, ku Allahu xhallahu ala thot: "Ya ayyuhalladhina amanu sabiru wasabiru." Domthon fjala sabër është përmend 2 herë në forma të ndryshme. Dhe sesla formë domthon e përmendjes së sabrit e ka kuptimin e vet. Nuk është përsëritje, por njëra e plotson tjetrën. Allahu thot: "O ju që keni besuar, isbiru." O ju që keni besuar, domthon bëni sabër. Dhe këtu më së pari, domthon kuptojmë cili është vendimi shariatik për sabrin, themi se është obligim. Esenca është obligim është me bë sabër. E pastaj kur është obligim, kur nuk është obligim, këtu janë tjetër detale. Po në esencë sabri nuk është nga veprat vullnetare. Sabri është nga veprat e adhurimit të zemrës obligative. Prandaj edhe autori për me përmend vendimin shariatik dhe dispozitën për durimin, e përmend ajetin dhe urdhën e Allahu xhallahu ala direkt drejtuar besimtarëve që duhet me bë sabër. Pastaj çështja e dytë në këtë ajet është se Allahu xhallahu ala kur i thret besimtarët për sabër, i thret në emër të besimit. Prandaj sabri nuk është i lehtë, është i vështirë në jetë. Mirë, po ajo që e arsyeton durimin, frenimin dhe ajo që jep kuptim dhe forcë durimit është besimi në Allahun te barekuhu teala. Njëri që nuk ka besim e ka vështirë me duru me gjitha ato domthon që i kërkon durimi. As njerëzit kur flasin për durimin, zakonisht domthon i shkon mendja dhe e përkufizojnë kuptimin e durimit vetëm në fatkeqësi. Pra njëri ka një sprovë caktuar, edhe sikurse do t'i përmendin disa ajete për këtë çështje, përmendin se çka është sabri. Sabri është domthon mos të bësh veprime të pahishme apo mos të domthon kalosh kufirin në situata të caktuara të jetës tënde. Cilat janë ato situata? Situata kur ballafaqohesh me gjëra të pakëndshme, me sprova, me fatkeqësi, vdekja të afërmit, humbja pasurisë, smundja kështu me radhë. Ndërsa në trajtimin fetar, sabri është shumë më i gjerë se kaq. Ai sabër që Allah po kërkon, ja ayyuhalladhina amanu sabiru, o që keni besuar, domthonë në emër të besimit dhe si kërkesë e besimit dhe si fryt i besimit të ju është të bëni sabër. Cili është ai sabër që kërkohet nga ne? Dietar kur e kanë lexuar Kur'anin, Sunetin e pejgamberit kanë ardhur përfundim se sabri është më i gjon sa i fatkeqësive. E çka përfshin sabri? Ka nuk përfshin tri dimensione kryesore në jetën e njerit. Dimensioni i parë është zbatimi i obligimeve. Allahu xhallahu ka kërkuar nga ne obligime. Sikurse për namazi, agjerimi, e kështu me radhë, dhe në kuadër të kësaj, për mi zbatu këtu, na do të me qenë të durueshëm. Se pa durim,
nuk kena mundësi me i zbatu këto urdhna. Dhe si shembull shpeshherë për durim në ibadet, po kam përmend edhe namazin, edhe haxhin, e gjitha, mirë po në mënyrë më të veçantë, më specifike, përmendet agjerimi. Për shkak se agjerimi është realisht kryesisht i lidhur me durimin. Madje disa i kanë përmbledh 3 llojet e durimit tek agjerimi. Por ajo që është më e veçantë është se durimi na duhet në agjerim për shkak të zbatimit të urdhit të Allahut për me agjeruar. Prandaj durim duhet më fal. Duhet sabër. Sabër në ardhje në xhami, sabër me pasu imamin, sabër me inet gati namazit, këtu duhet durim, nuk mund pa durim. Gjithashtu lloji i dytë i durimit është durimi në raport me ndalesat. Për me u largu nga një punë e keqe duhet sabër. Nuk mundesh pa sabër. E keni pa dikush kur e bën një punë të keqe, për shembull, nga ndaluarat, e din që është e keqe, po thotë s'moj me bë sabër pa e bë. Ai vetë din që duhet sabër apo. Do në arsëtimin e tij e përmend sabrin si problem i mos largimit nga ajo punë e keqe. Prandaj sabri duhet në largimin nga punë të këqija. Dhe sabri duhet në fatkeqësi dhe në sprova kur të godasen. Kjo është kuptimi i sabrit që Allah e kërkon nga ne. Prandaj Allah thotë, o ju që keni besuar, besimin e Allahut kërkon zbatimin e urdhave të Allahut. Besimin e Allahut kërkon largimin nga ndalesa që Allahu xhallahu i ka ndaluar. Dhe besimin e Allahut kërkon të pajtohesh me caktimin e Allahut xhallahu ala. E për ta jetësuar tërë këtë kërkesë besimit në këto 3 fusha kërkohet sabër, kërkohet durim. Në kjo është lidhje mes ajetit dhe kapitullit të sabrit. Isbiru, oni sabër në këto fusha të jura. Në zbatim të obligimeve, largim nga punë të këqija, edhe në përballje me fatkeqësitë dhe sprovat e ndryshme të jetës. Pastaj Allah thotë wasabiru. Isbiru wa sabiru. E këtu është përdorur fjala sabër në rrënjën e saj, por në një formë tjetër të foljes sabara, që është sabiru. E para e tregum çka ka kuptimin. Isbiru, do nduroni, të jeni të përmbajtur dhe të jeni të motivuar në zbatimin atë që Allahu ka kërkuar, largimin nga ajo që ka ndaluar dhe sprovatetës që përmend atë. Folja e dytë dhe kërkesa e dytë, sabiru, çfarë kuptimi ka? E ka kuptimin, dietarët kanë përmend disa kuptime, por kuptimi përmbledhës i kësaj është, domethënë, jo vetëm me bë sabër në moment caktuar. Jo vetëm me bë sabër në periudhë caktuar. Sabiru, vazhdoni të jeni të dërshëm deri në fund apo. Prandaj, kërkesa e parë për sabër nën kupton mbjelljen e këtij virtyti në shpirtin tonë, në zemrën tonë. Prezencën e këtij virtyti dhe kësaj vlere në jetën tonë, apo? Ndërsa e dyta është tash vazhdo. Vazhdimësi është më rëndësi. Nëse ka njerëz që kanë problem me kryer obligim. Veç më janë se ka të lashë. Po ka njerëz që ai e bën obligimin, po në mënyrë të vazhdueshme ka probleme. Për shembull, ka njerëz që nuk kanë sabër me zbatu urdhën e Allahut xhallahu ala në raport me namazin, as gjumon me fal. A ka njerëz që ka? Nuk ka sabër një herë në javë, mendon nga koha marr gjumon me fal, s'ka sabër. Po ka ata që gjumon ka sabër me fal. Ose për shembull sabahin e fal, po s'ka sabër të mi fal 5 vakte të tjera atë. Në vazhdimsinë e ka të lashë. Dikush për shembull te puna ndalesave. Don një herë largon nga një keqe, po s'ka mundësi në vazhdimsi. E përsërit ko pas kohë mëkatin. Andaj kjo sabiru në kupton vazhdimsinë e sabrit të jetës, sabiru. Kjo është kuptimi i përgjithshëm i sabiru. Dhe kuptimi, domthonë më i ngushtë i fjalës sabiru është se në raport me sabrën e parë, domthonë keni me pas armiq, të cilët domthonë kanë ju pengu në sabrën e juaj. Por ka njerëz që në raport me cilin do lloj të sabrit, për shembull, qoftë sabri në obligime, qoftë sabri për shembull në ndalesa, në raport me ndalesa apo. Vet ai me kon bën sabër. Ama për shembull
kush i pengon në këtë durim? Të afërmit, shoqënia. Dhe ata në këtë rast realisht e kanë rolin e armikut, për shkak se nuk e përkrahin në këtë sabër, po i bëhen barë kafshi këtij sabri. E kjo sabëru vije domthon nga lloji i foljes që nuk kupton një lloj ballavaçimi mes dy palëve. Pra sikur se ti e ke dikon një armik përballë teje, i cili të pengon ty me kon sabërli. Allah po sabiru, me sabrin e juaj mund jani kundërshtarëve që me dal fitimtar aftën. Çka është sabiru? E sabiru në vetën e juve, ju vetë bëni sabër, në vetën e juve. Po nëse ka kundërshtar, kurdo qoftë ai, i cili në mënyra ndryshme tenton që me u adopsu sabrin juve, tenton me ju zhvendos nga zbatimi i urdhnave ose më dhon kuraj o për punë të këqija, ku thehet sabri juaj, tregoni të fortë në ballavaçim me këtë përpjekje për me thy sabrin e juaj. Ose komo tentu me u thy sabri. Andaj ke pa dhe armiku, për shembull që nuk ka mundësi me të godit në rastin e parë. Çka bën? Tenton me të lodh në forma të caktuara me ta thy motivin, me ta thy sabrin. E kur the sabrin tani me vazhdu tutje drejt fitores mbi ty apo. Çështu edhe shejtani bën. Shejtani për shembull kur njëri në cytin e parë, në pengesën e parë, njëri për shembull treguohet i fortë. Ja, se bëj këtë punë kur. Ta shejtani qyr ku me godit, më ia thy sabrin apo. Ska mujt nështë sot, nesër, mas një javë, mas 2 javë, mas 5 vjetë e udhën gjunafën. Se diku njëri lodhët. Andaj Allah po të mos u lodhi në sabër, nga sabër dënë vazhdimësi, dënë vazhdimisht me u përpjek. Dhe me çështje beteje, o sabiru, me çështje beteje, çështje ballafaqimi, atër Allah tha, warabitu. E çka ribat? Ribat është me nejt, domthon me najt në kufi të betejës, mos me shu frontin. Rabitu. Wattaqullah. E keni frikë Allahun, domthon ruajini nga dënimi i Allahut, çka i bën? Se nëse s'bani sabër, ju mposht armiku në betejën e sabrit, ekni nga pika pe ku duhet me qenë në betejë, nuk pështani apo. E sa bëhet nëse i bëni këtu, tu flihun, shpëtani. E që i bje se nëse nuk i përcilni këto etapa të mirëmbajtjes së raportit me Allahun xhallahu ala dhe manifestimit të besimit në jetën e juaj të përditshme, nuk mund me qenë besimi faktori i shpëtimit, por e kundërta. Ai shikoj ka filluar me besim, edhe ka përfunduar me çka? Me shpëtim. E mes besimit e shpëtimit i ka fut 4 kërkesa. Sabrin vetvete, sabiru, vazhdimësinë e sabërt dhe ballafaqimin me armikun që t'ja dalësh me sabër, të kujdesesh për pozicionin ku je i vendosur, të ruash kufinin tënë, të fesë tonë, të familjes tonë, të venit tonë, e kështu me radhë, të kesh frikë Allahun, mos ikësh nga fronti, mos dorëzohesh, pse shpëton. Çështë për surja Ali Imran. Në këtë ajet autori ka përmendur në fillim të kapitullit sabër për shkak se është përmbledhës dhe është shumë domethënës dhe inkurajues për sabrin. Ajeti 2 që ka përmendur autori është ajeti në surën Bakara, ajeti 155. Allahu xhallahu ala thot: "Wa lanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshir as-sabirin." Allahu xhallahu ala domon edhe këtu ta shtregon se ka disa rregulla njët, ligjet Allahut xhallahu të pandryshueshme. Do të smush me ndryshu. Po duhesh me ditë çish më ballavaçu dhe çish më sill në raport me këto ligjet Allahut azza wa jalla. Në Allahu përmend ligjin e tij mbi njerëzit të pandryshueshëm dhe në fund u jap udhëzime njerëzve se çish ja dalin ata përballë ligjit. Andaj Allahu xhallahu nuk do më na mposht, nuk do Allahu më na shkatërru, pse mund ta bën çish don. Por tregon se që ky është rregull në jetë. Mirë, po ky rregull realisht edhe pse është i vështirë, i pakëndshëm, mund sjell probleme në jetë, nëse i përmbash udhëzimit caktuar që ta kombia në fund, këtu kthehen në favorin tënd, jo në domin tënd. E cila është ajo që i kthen këto sprova në favor? Wa bashiri sabirin. Wa sabra. Nëse ti bën sabër, këtu kthehen në favorin tënd, këtu kthehen në dobin tonë.
E nëse nuk bën sabër, këtu kthehen në dëmin tënë. Sabri është përcaktuesi i përfitimit apo dështimit në fushën e sprova që Allah e ka përmend. E çfarë do të sprova? Allahu thot: "Wa lanabluwannakum." Gjithsesi, nuk kjo thot Allah, gjithsesi, pa pikë ndyshje, nuk përjashtohet askush nga ky rregull se do të sprovoheni. Me çka? Me çka do të sprovoheni? Bi shay'in. Kjo bi shay'in në gjërabën e kupton me diçka nga frika. Bi shay'in min al-khawf. Jo me këtë frikën. Se këtë frika me trohi se çmendesh. Se frika është e madhe. Ka Allah dhe frika, po. Mirë po Allah thot, bi shay'in min al-khawf. Varësisht nga situata jote, nga kapaciteti i besimit, domthon sprovosh me frikë. Frikë nga armiku, nga rrëdhjet e caktuara, ama shikoj Allahu xhalla wala çëshna, domthon edhe kur përmend rregullin, subhanallahu, kur përmend Allahu xhalla wala ligjin e caktuar, e përmend një përgdhelse. Bi shay, nuk i mënoj shumë. Pak bi shay min al-khawf. Wal ju'i, edhe pak nga uria. Jo gjithmonë, jo shumë, ama ju bën nisë nga uria, ju bën nisë. Wa naqsin min al-amwali wal anfusi wa thamarat. Edhe normal me paksim në pasuri, jo gjithmonë të shkojnë punë mirë, ka herë ka mundësi me hub, ka mundësi me hinë në borxhe, ka herë ka mundësi s'ka zhvillim, s'ka bereqet, ndodhin këto punë. Dunja është e tillë. Pra mos menas pse je besimtar, gjithmonë shkon tu pasuru. Pse je besimtar, gjithë je i shnur. Jo. Ligji i Allahut është që njerëz kanë mos me këto gjitha. Andaj edhe në edhe ki mos me mangësi në pasuri. Me mangësi edhe në çka? Edhe në jetë. Çfarë jetë? Të vdes baba, të vdes nona, mungojnë antarët e familjes, të vdes gruaja, burri, fëmiu, i afërmi, vdesin. Andaj vdekja të afërme është mungesë, është provë. Madje edhe me fruta, me bollok dunja, ju gjithë japin njëjtë. Kërë për shumë japin shumë, kërë s'japin, një vetë s'japin heq. Do të mungojnë fryte që ti mësu me i marra, me i vjerë. Ka shtik gjitha këtyre proceseve të natyrshme, që me to të gjithë njerëz ballafaqohen në një formë apo tjetrën, zgjidhja është u bashiri sabirin. Në autori shikoj këtu ka përmend këtë ajet për më tregu se jeta zhvillohet mbi këto rregulla, mbi këto ligje. Askush nuk përjashtohet. Prandaj nuk është zgjidhje me kërku komoditetin, se nuk e gjen ndonjë. Do njerëz mendojnë që me çdo kush me gjetë rahatin. Do me ikë dhimbjes. S'mundesh apo. E pamundshme është. Allah ka bu rregull që kime për të dhimbje. Të formave të caktuara, ndryshme. Frika shkakton dhimbje. Edhe uria është dhimbje, edhe mungesa e tafrë, këtë këto dhimbje. Ai dunjaja ka dhimbje, dunjaja ka mërzi, dunjaja ka frikë, çështë e ka kriju Allahu xhallahu ala. Ai që tenton me e gjetë një vend dunja dikun, ose situatë ku këto s'bojnë vakia kur, ky ka hup. Që ka Allahu s'po thot për shembull, këto që ndodhin ama nëse ju shkoni në mal, në rtok, pështoni jo jam. Shpëtimi i vetëm në raport me këto zhvillime tjetër është sabri. Veç nëse bën sabër. Ai kjo tregon vlerën e sabrit dhe rëndësinë e sabrit në jetën e besimtarit. Gjithashtu nga ajete që ka përmendur autori është, ne pam se Allah po kërkon sabër. E pam çfarë fusha kërkohet sabri. E pam se jeta komplet ndërtohet mbi baza të gjërave të pakëndshme. Shpesh edhe ka gjëra të vështira, andaj duhet sabër. E tash e radhës është që vjen një jetë që domthon inkurajon besimtarët për sabër dhe i stimulon dhe e arsyeton sabrin përkundër të lashve që me të ballafaqosh. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. E ka pranuar autori këtë ajet në surën Az-Zumar, në ajetin nr. 10, Allahu thot, me të vërtet pa pikë dyshimi, durimtarët do të japet shpërblim pa llogari. Shka Allah thot, bighayri hisab, pa llogari, pa hesab. Andaj nëse marrim këtë ajet me ajetin paraprakë dhe ballafaqohem të vëllezër. A shati domon bujarin e Allahut dhe kujdesin Allah ndaj njerëzve. Shiko kur tha atje ku më prek pak, ku më marr, nuk tha ku më marr këtë.
Nuk tha, nuk e dini sa kom i marrë njëve. Ta shtu, sa kom e marrë, mësë me mërë këtë orë të shpijës për herë. Më tha, këtë pas një për herë, i shejnë, pak, a gjitha pak marrë. Ama kur dho shumë pa hesapë. Dhe gjithë më që shtopë. Allah merë pak për neve, ama në epë shumë fish ma shumë se që merë. Edhe kjo në gjitha aspekt. Për shambull, për cilë është shpërblimi i namazit, ka thonë pejgamberi alayhis salatu wasalam, 2 rekatet e sabat që i falëm, janë tek Allahu më të vlefshme, më të dashna se këtë dunjaja. Do më ki hesap me i falë 2 rekate se këtë dunjën me ta falë. Nëse i kupton punën drejtë. Mirë, të ndërozër, çka na mur nga koha nga mundi me i falë 2 rekate? Korgjë. Pak diçka, po harruaj, shkaj. Apo tash kënd të shtëpia flan, po shon edhe merr fund apo. U kry. Në qëtë sa i ke e pallaut, e ke e 2 rekate, 70 minuta, edhe ke shku, ka vërdojtën të marrë. Sa po t'je pallaut për balsajt? E me kom punëtur të dikush tjetër, sa dush me punu për me marrë që kaq? S'munësh me punu, nuk munësh. Se kur se ka pas dunjan, kur ato? Kur se ka pas këtë dunjan? Andaj ke pa njëri për një rrugë, për shamu që te ke mund mbulu hargjimet mujore, punon 8 orë, 10 orë nditja. Edhe vlatë shumë me mundim e kështë të dhafë. Sa merë, sa me ngi barë, kënë mi përsu të sa kërkesa e të sërë. Edhe jorën herë ndodhë që punë dhënësi merë shumë ma tepër nga punë marëse se që jepë. Domon, nështë jorën herë, rruga nuk është e barazdëshme me mundin. Ka mundë si kështë me ndodhë. Po tek Allahu Gjallahu Ala, kur nuk ka kështë. Ma di asë për afërt. Andaj Allah po të, unë të marë pak, ama bë sabër, se kur dho shumë, e sa është e shumë, bigari hisab, të zdimin gjesët do në apë. S'ka njësi numerike që mund të përkthen, ma dje qoftë simbolikisht, shpëlimin Allahu Gjallahu Ala me ato që në dunjona mund me i motë senet apë. Dunja është e vogël në raport me shpëlimin Allahu të Azogja. E kush e garantën tërë këtë? Veç sabër. Ajo është javlin, Allah javlin. Dunjaja është tek mundit, që ka thonë Ibn Qayyim rahimahullah, e dunja sabru sa'a. Dunjaja është durim momenti. Durim, bën sabër, u kryja për, shkaj. Që bune sabër falë sabër, u kryja, ka përsej. Qka ke hub? Korgjë. Ke fitu shumë apë. Ama me qka ke fitu? Veç me sabër. Valla mësë kështë pa sabër me prish gjumin, e marë në gjami, e më falë, mësë kështë pa sabër me ngu këto hadithe e këto ajete, a kështë mund një fitu këtë sabër? Së kështë mujtë. Në me qka fituve? Me sabër. Pastaj edhe këtu ajetit të tërë ka thonë Allahu Azhjel, وَلَا مَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ në surën Ash-Shura ajeti 43. Allahu thot, e ai që bën sabër edhe fal, padyshim se kjo është nga punët e të përzgjedhurve. Do një gjithë kush mund e bën këtë. Këtu e ka përmend, domethënë, sabrin në raporte me njerëzit. Shikoj që shkon duke përshkallëzu. Sabri do në kërkesë e imanit. Sabri do në kërkesë e jetës. Sabri do në arsye për fitu shumë. Tash sabri e regulator i raportet mes njerëzve. Pa sabër nuk mirëban raportet mes njerëzve. Andaj Allahu thënë në Kur'an, "Wala man sabara wa ghafara." Ai që bën sabër edhe fal. S'mund me fal që bën sabër. S'mund me fal. Po kur s'ka sabër, mund të fal dikujt? Jo s'mund është. Nuk i mundsi. Pra në raporte me njerëz kërkohet që shpesh herë tu afalim gabimet, tu afalim shimet, tu afalim shqetësimet njerëzve. Për të qenë, domethënë, në epërsi ndaj tendencave të shejtanit me e rrit konfliktin mes njerëzve. Andaj, për me qenë në epërsi ndaj këtyne vezveseve, duhet me falë. E për me falë, duhet sabër. Duhet sabër. Andaj, prindin se s'ka sabër me fëmijën e vetë, edhe në gabimet e fëmijës ti, për shkakun gjithmonë reagon me fjalë në çmuse, madje në udhë bila, dhënë edhe me dhunë kështu me radhë. S'ka mundësi me eduku fëmijën, s'ka mundësi me mirëbajt raport mirë me ta. Edhe dy bashkët. Sesli, a ndodh me gabu burri? Ndodh me gabu. A ndodh me gabu gruaja? Ndodh me gabu.
me bol shem, me bone për shembull ndonjë veprim pa hikshëm, pa kujdesshëm kështu më radh. Nëse nuk falim mes vete, nuk vazhdoj të pashtore, nuk ecë. Po për me falë çka duhet sabër. Prandaj edhe këto autorë ka përmendën këtë ajet për treguar se sabri është i domosdoshëm edhe në ndërtimin dhe mirëmbajtjen e raporteve mes njerëzve. Qysh ishte i domosdoshëm në mirëmbajtjen edhe ndërtimin e raporteve me Allahun, tash është i domosdoshëm domthon edhe në mirëmbajtjen dhe kujdesin e raporteve mes njerëzve. Gjithashtu edhe këtu e ka përmend një me radhë ku Allahu thotë ista'inu bis sabri was sala inna Allaha ma'as sabirin. Sabri tash është si, domthon një ndihmëtar i madh në jetën tonë. Ndihmoni Allahut, ista'inu, ndihmoni. Në çka mundi mu? Krejt çka i duhet në jetë. Çdo çështje në jetë që duhet me zgjidh, çdo obligim që duhet me kry, çdo punë që duhet me kry, ndihmoni me çka? Me sabër, me sabri ose sala, edhe me namazin. Sabri e mundson namazin. Namazi forcon sabrin. E ai që këto dy i ka parasysh, Allah është me ta. Inna Allah ma'as sabirin. E Allahu me kanë është, ai nuk mposhtet, ai nuk dorëzohet, ai nuk dëshpërohet, absolutisht. Nëse Allahu është me ta, domthon ai ka më fitu, ai ka më shpëtuar. Andaj shikoj përmend autori këtë ajet për tregu se, domthon sabri nuk ka veç domthon kërkesë, por është edhe ndihmës. Është kërkesë, por është edhe ndihmës. Dhe ajeti i fundit, domethën që e ka përmend autori këtu, por mos më zgjat, është ajeti në surën Muhammed, ajeti numër 31, ku Allahu xhallahu thot: "Wa lanabluwannakum hatta na'lama al-mujahidina minkum was-sabirin." Këtu Allahu përmend rregullin e sprovës, ligji i Allahut për me sprovu robët, por jo sigurisht në surën domthon Bekare, se me çka Allah ka më në sprovu. Po këtu kallëzon pse Allah ka më në sprovu. Atje ishte kam ju sprovu me diçka nga frika, diçka, do me çka kena më sprovu. Dhe për ballë kësaj që me çka kena më sprovu, do me kon sabër lirë. Ashtu Allah më thot, domthon pse o kjo sprovë? Është për mirën e njerëzve. Me dallu të mirë nga i keqja. Me dallu njeriu, domthon besimtar nga ai që nuk beson Allahun xhallahu ala. Na që shpreson shprim tek Allahu nga ai që nuk shpreson nga Allahu shpëlimin. Wala nabluwannakum. Në vazhdimsi kena më sprovu. Në forma ndryshme, edhe me mirësi, edhe me mungesë të mirësive. Edhe me të këndshme, edhe me të pakëndshme. Edhe me kamje, edhe me skamje, me gjithçka kena më sprovu. Nga sa edhe shëndeti është sprovë, edhe smundja është sprovë. Hatta deri kur keni më sprovu kështu? Hatta na'lam al-mujahidin, Allahu xhallahu thot, hatta na'lam al-mujahidin minkum was-sabirin. Deri sa të dallohen qartë ata që japin mundin, përpjekjen dhe bëjnë sabër. Nga ata që japin mundin. Normal të ndrozo. Këshme qenë për shembull, këshme qenë imani veç pretendim. A kishë më dallu i sinqerti nga i sinqerti? Ja, s'kishë më dallu. Mirë po, ai që ka deklaru se beson në Allahun xhallahu ala, ai që shpreson tek Allahu shpëlim, dhe pastaj është i gatshëm me pagu çmimin e kësaj me çfarë do lloj përpjekje dhe mund dhe lodhje dhe me tregu sabër, e ç'kjo besimtarët. E ç'është mundësi me pagu koston nëse s'ka sprova, nëse s'ka ngacmim, nëse s'ka nuk dihet. Nuk dihet. Për shembull, shumë letër me i thonë një ditë, unë du valla për Allah ty. Na du, unë e du fise bila. A letë me thonë këtë fjallë? S'ka ma letë. Mirë, po me e mirëmbajt këtë fjallë, me i net gati dhe me qenë i gatë që me e pagu qmimin e kësajt e gati, me qka do koftë, kjo është pastaja që e dëllën sinqerit nga i pas sinqerit. Qka është? Andaj për shembull, a i gatshëm që me nda nga koha jote, nga mundet, nga autoritetet, nga pasuria jote, me nda me vllahun tënd kur ai ka nevojë për këtë. Madje kur s'ka nevojë, veç me nda me të. Ai i gatshëm. Shtrahet kjo nuk ka lirë. E po pretendimi se e dën dikon për Allahun, nuk ka fjalë lirë, nuk ka fjalë thjesht goje. Është çështje madhore.
Andaj, Allahu thot se për pretendimet e juaja, apo për deklarimet e juaja, duhet me pagu çmim. Është në gjendje me pagu çmim veç ai që sakrifikohet, përpjeket në rrugt të Allahu xhallahu ala dhe këtë përpjekje ka të shoqëruar me sabër, nga se përpjekja dhe xhihadi i vazhdueshëm i njeriu me të lashtë të dunjas, me sprovat, me armikun, me gjithçka, nuk është i lehtë. Për me e përballu tensionin e gjitha këtyre përpjekjeve, duhet sabër. Duhet sabër. Ai shikoj Allahu xhallahu ala ka lidhur sabrin me çështje më madhore në jetë edhe në fe, që është xhihadi. Të sakrifikohesh, të përpjekesh në forma ndryshme, madje edhe me jetë dhe pasuri në emër të Allahu xhallahu ala. E kjo nuk mund të jetësohet nëse s'ke sabër. Prandaj këto ajete tregojnë se realisht, siç thash në fillim, sabri lidhet me krejt porët e jetës. Lidhet me gjithçka që ki. Raporti me Allahun, përmirësimi i vetvetes, arritja e sukseseve, ngjitja e majeve, mirëmbajtja e raporteve mes nesh, ballafaqimi me provat, telashet, obligime, ndalesat, krejt to për më dal çu duhet. Duhet me pas besim në Allahun. Në Allahun mbështet dhe duhet pastaj kjo me të motivu ty për sabër. Besimi duhet me ushqy zemër me durim, me sabër. Zemër sa pastaj i lëviz gjymtyrët në drejtim të duhur që ka kërkuar Allahu te bareke ve teala. Prandaj këto janë ajete që autori ka përmend, në lidhje me sabrin, pastaj vazhdon me hadithe që flasin për vlerën e sabrit, kuptimin e sabrit dhe shumë tjera që plotësojnë njëra tjetrën në çështjen e kësaj teme të rëndësishme. Për sot me kaq po e përfundojmë. Allahu na dhasht falënderim, begati e mirësi, pa dhe sabër me i të kalu gjithë ato që duhet një të kësaj bote nga obligimet, ndalesat, po edhe në rast të sprovave me pakëndshme dhe fatkeqësi, t'ia dalim në emër të Allahut dhe të besimit në Allahun ashtu si kërkohet nga ne, faqevara në dunja e të shpërblyer pa kufi me konceptet tona e pa hesab ditën e gjykimit. Allah e shpërbleft. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.